Duke filluar nga e marta e 1 prillit në liçenin e Shkodrës do të ndalohet gjuetia e peshkut. Arjan Çinari, menaxheri i organizatës së menaxhim peshkimit në Shkodër, tregon se vendimi ndahet në 3 faza. Urdhni që sapo është miratu, që ka hyrë në fuqi, fillon nga data 1 prill deri me 30 qershor. Por është i ndarë në 3 faza. Faza e parë është ndalimi i gjuetisë total. Pra, nga data 1 prill deri me datën 30 prill ose me 1 maj, është ndalum totalisht gjuetia e peshkut. As me rreta, as me grepa, as me asnjë lloj gjuetie. Përveç gjuetisë së njols, janë subjekte që janë pajisur me leje nga organizata e menaxhimit peshkimit sipas ligjit për kryer gjuetinë e njols dhe monitorimin e saj. Gjatë këtij muaji nuk do të ketë as tregtim, as zënje të peshkut të krapit, llojit krapit, për liçenin e Shkodrës. Fillon nga 1 maj deri me 30 qershor në fashën prej 200 metrash larg bregut të liçenit ose në 2 anë të tij, duhet mos kryhet asnjë lloj gjuetie për vetëm arsye për rujtjen e rasatit të vogël si do përfitojmë nga shumimi i peshkut. Duke qenë se në treg mund të tregtohet krap i liçeneve të tjera, Çinari tregon dokumentet që duhen të jenë të pajisur tregtarët. Duhet të jetë të pajisur me certifikat origjinit nga liçeni ku vjen peshku. Certifikat të sigurisë ushqimore nga AKU-ja e rrethit që vjen, edhe me faturën tatimore. Pra këta 3 dokumente duhet jenë të bashkangjitur për subjektet që tregtojnë peshk nga jashtë Shkodrës. Dhe të ketë të shkruar aty peshk me prej në cilë qytet vjen. Pra ta dim se çfarë krapit po konsumohet në liçenin e Shkodrës. Çinari tha se deri në 31 maj nuk do të lejohet asnjë lloj gjuetie përveç gjuetisë me krepa të peshkut të nxalës, ndërsa shpjegoi edhe arsyen pse ky proces kryhet në këtë periudhë. Sa i takon gjuetisë së paligjshme, Çinari bën me dije se çdo person që do shkel ligjin do të përballet me të.